Libri është një instrument I pasvendësueshëm I shpërndarjes së dijeve. Bota pa të do të ishte errësirë. Ky është mesazhi që përcolli sot shkrimtari Gjirokastrit Odise Kote nga Gjimnazia Simzeneli, I ftuar në kuadër të ditës botërore të librit. Shumë e rëndësishme që ata të kenë informacionet e duhura dhe jo një ditë në vit, por ditë për ditë, sepse libri është një gjë e shenjtë. Si do të ishte bota pa libri? Sot për shembull diskutuam me maturantët që libri I parë në botë është epi Gilgameshit, që në Mesopotami, gati 6.000 vjet më parë, është gjetur një poem në argjil dhe në fund kishte emrin e një vajze, Ehudana. Mesopotamia bie kufiri I Irakut dhe pjesa lindore e Siris dhe afër me Iranin. Po aty sot bëhet luftë, aty kishim librin. Dhe Mesuria ishte djepi I diturisë dhe I qytetërimit, pra asaj zone. Ndërkohë, ne kemi epet e Gilgameshit, gati 2000 ca vjet më parë. Ne kemi më pas, me shtypshkronjën Gutenberg në 1455, botimin e parë në letër. Natyrisht, kësaj paraprin papiruset e tjera, po botimi I parë në letër është bërë nga shtypshkronja Gutenberg. Kemi në 1555 me sharin e Gjombusukut. Parashiko se si ka hecur bota. Ka hecur përmes librit dhe ka gati 8.000 vjet që është shpikur libri, që është shpikur ajo që quhet kujtesa e njerëzimit. Nuk mund të jetoj bota pa kujtesë. As njeriu nuk mund të jetoj pa kujtesë. As një komb nuk mund të jetoj pa kujtesë. Sot shtrohet me të drejtë problemi I inteligjencës artificiale. Por inteligjenca artificiale është një shpikje e shkëlqyer e njerëzimit, por në funksion të njeriut. Jo të krijimit, sepse nëse bëhet në funksion të krijimit, ajo është një pateric me hile, një pateric që nesër do ta lejë në baltë njeriu, do ta lejë në baltë institucionin, shtetin e kështu me radhë. Dhe kjo është fuqia dhe vlera e librit. Duke ardhur tek letërsia, letërsia është ajo që I ka dhënë njerëzimit dijet, I ka dhënë njerëzimit eksperiencën, I ka dhënë njerëzimit historinë, I ka dhënë njerëzimit kulturën. Thash pak më parë që si do të ishte bota pa libri, do të ishte vetëm errësirë. Kështu që është shumë e rëndësishme që gjithë së bashku të bashkëbisedojmë me brezin e ri për të ndërgjegjësuar ata për fuqinë dhe rëndësinë e librit. Dhe unë besoj që libri do të jetojë dhe mira vjet tjera, rroft të libri. Në qendër të bashkëbisedimit ishte romani Agonia, pjesë e krijimtarisë së pasur të shkrimtarit, ku të rinjtë ndanë në pyetje dhe reflektime, ndërsa u ndalën edhe tek vendi që duhet të zërë librin në jetën e tyre. Duke qenë se sot është dita ndërkombëtare e librit dhe ky bashkëbisedimi sot me autorin Odise Koti ishte shumë I rëndësishëm për të shpalosur vetë vlerat e librit dhe rëndësinë që ka në jetën e të rinjve. Ne kishim mundësinë që të bënim një bashkëbisedim me autorin Odise Koti, I cili ka shkruar librin Agonia, dhe duke qenë se ne patëm këtë mundësi, diskutuam edhe për vlerat e librit që ka te të rinj dhe morëm mesazhin që të rinj duhet I kushtojnë më shumë rëndësi librave në kohën e tyre të lirë. Dashuria për librin, dashuria për letërsinë na ka mbledhur gjithmonë në këtë ditë të veçantë për ta festuar disi më ndryshe, por kjo nuk do të thotë që në vazhdimsi të gjithë procesit mësimor që prej shtatorit dhe deri në qershor, ne të mos I mëshojmë faktit të leximit të librave, dashurisë për librave, dashurisë për poezinë, dashurinë për letërsinë në përgjithësi. Ne jemi munduar her pas here që të ngrëmë zërin dhe të vështrojmë nga libri, nga biblioteka, nga librarit, të dhurojmë një libër, të blejmë një libër të ri dhurat për shokun, për shoqen, për veten, por kjo ditë na bën më të ndërgjegjshëm. Të takohemi për një libër, të takohemi me një shkrimtar të cilin e kemi fat që e kemi në qytetin ton, me Odise Koten, nxënësit të njohin nga afër krijimtarinë e tij, botkuptimin e këtij poeti dhe këtij shkrimtari, dhe s'ka më mirë se sa t'i drejtosh pyetjet autorit në mënyrë të drejtë për drejtë.
Ideja e përkujtimit të ditës botërore të librit e ka origjinën e vet në Spanjë, në zonën e Katalonjës, ku atij që blinte një libër i dhurohej edhe një trëndafil. 23 prilli është shpallur si dita botërore e librit më 15 nëntor të vitit 1995 me një rezolutë të UNESCO-s.